Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes përzemërsisht. Ju uroj një ditë të mbar, realizime të bukura. Realizime që patjetër kanë një piknisje dhe kanë një qëllim për të mbërritur. Unë sot me shumë respekt do t'i drejtohem një ngjarje e cila ka një histori sfiduese, histori të shumta njerëzore që përmbledh. Një ecuri që përjetohet me shpirt tek të gjithë ata që ndjejnë kaq afër ndjenjen humane të ndihmës ndaj personave të braktisur dhe me probleme të shëndetit fizik dhe mendor. Patjetër të gjithë ata që jetojnë në Shkodër e din për kë bëhet fjalë. Por ndoshta nuk e kanë marrë vesh që shoqata, projekti Shpresa, e cila ka një emër të bukur, Shpresa, që ridimensionohet vazhdimisht me hapat që kjo shoqat ndërmerr punojësit e saj, të gjithë ata që janë aty, ka 30 vjetorin, 30 vjet histori njerëzore, 30 vjet sfidë, përpjekje, mund për të jetësuar gjithmonë jetët që kanë probleme. Sot me mua në studio është drejtuesi i projektit Shpresa, Luigi Mila. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëgjeta. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që ju kam në studio sepse ju përfaqësoni një ecuri, përfaqësoni një histori, përfaqësoni sfidat e përditshme, por edhe ndjesitë që ju shoqërojnë. Ndoshta do të thoja për një njeri nëse do të pasurohet në ndjenjat njerëzore, mund dhe duhet të ketë kontakt dhe një farë qasje apo mirë kuptimi me persona që kanë nevoja të veçanta. Respekt për ju dhe gjithë stafin. Nesër dhe pas nesër ju keni dërguar ftesën 30 vjet projekti Shpresa, ju ftojmë të merrni pjesë. Madje regjia mund ta ketë ftesën edhe mund na e shfaqë në ekran sepse ju e keni lançu këtë ftesë dhe patjetër me shumë bujari ftoni njerëzit që të përjetojnë pikërisht ecurinë 30 vjeçare të projektit Shpresa apo ja. Shumë ngjarje e rëndësishme për ne, shumë. Besoj jo vetëm për ne, por edhe për banorët e projektit Shpresa, për punëtorët, për bashkëpunëtorët, për donatorët, por unë mendoj edhe si një ngjarje e rëndësishme edhe për Shkodrën. Shkodër si bajnë ner këto institucione, këto qasje humane, si shtati ju, sepse nëse i krahasojmë me qytetet e tjera të mëdha, pa dash me kritiku apo me vundukje, Shkodra është në e para, pa diskutim e para në këtë drejtim. Pra në Shkodër kemi ma shumë se 7 institucione private që merren me këtë kategori, pa dash me i përmend, po nuk mundem me nej pa përmend Madoninë del Grapa, Modet e Nën Terezës, projekti Shpresa, shumë institucione të tjera. Kam hasur edhe në njerëz të ndryshëm i përjashtë Shkodrës, rastësisht ndoshta këtë opinion vlerësimi për kryesisht për projektin Shpresa. Po, projekti Shpresa është një institucion që u themelu në vitet e para të demokracisë, pra në vitin 95, ishte një vullnetar italiane që erdhi nga Grosseto, Itali, Silvana Vignali. Ajo kishte punuar për një kohë të gjatë në shërbimet sociale në Itali dhe mendoj që pjesën e pensionit t'ja kushtojnë, t'ja dedikojnë Shqipërisë dhe Shkodrës në veçantë, dhe erdhi në vitin 1994 erdhi, e mbështetur edhe nga Lega Misionaria quhet, nga jezuitët, dhe bani një tip pa qenë inspektimit dhe pa me shënjën e sajta një punonjëse sociale italiane, situatën e personave me aftësi të kufizuar, jetimëve, biologjik dhe social, braktisurve, smurve, vizitoi qenat tona që në atë kohë ishin jashtëzakonisht keq dhe mori një vendim shumë të rëndësishëm, jo vetëm për veten e saj, por sidomos për personat që përfituan nga kjo ide geniale e saj, krijimi i një projektit me shtëpi familje. Pse shtëpi familje do të thoshet ju, se kam thënë në fillim, sepse ajo vuni re që gjaja kryesore që i mungon kësaj kategorie është familja. Ata ishin braktisur, shumë prej tyre nuk e njihnin familjen, babën, nënën apo vëllezër, motra e tjerë, edhe ajo mendon që ta kompensoj pak këtë mungesë
dhe krijoj një po them një familje jo virtuale, vizuale, reale, por normalisht ajo nuk mund të zëvendësojë familjen e vërtet biologjike. Unë ka vënë re që ato njerëz sa herë kam takuar janë shumë të lidhur me njëri tjetrin. Po krijohet kjo lidhja, thot mos gaboj hygoj. Në varr fëmijë, njerëzit ngjeshin me njëri tjetrin sikur të ishte ftoft. Edhe mendoj se kjo i ka lidh shumë, por edhe ata janë rrit bashkë. Shumë prej tyre kanë ardhur në përqendra shtetërore në mosha të vogla. 3 vjeç, 4 vjeç, 5 vjeç, edhe janë rrit bashkë dhe konsiderojnë njëri tjetrin motër vëlla apo motër sipas rastit dhe kanë marrëdhënie shumë mira, shumë ngrohta me njëri tjetrin. Pra kemi jashtëzakonisht pak raste kur këta krijojnë konflikte me njëri tjetrin. Dhe kjo është gjë shumë e rëndësishme dhe e dobishme për ne që ti menaxhojmë nëse mund të përdorim termin malësisht. Është edhe atmosfera që është e krijuar në këtë qendër sociale, unë kështu do ta quaj. Po është shkriu atmosferë shumë e mirë dhe ideja është do thosha brillante në mënyrën se si e ka konceptuar themeluesja. Janë 7 shtëpi familje që kanë një bashkëpunim edhe një organizim, po them edhe logjik. Pra shtëpia Sole ose Dielli, Arcobaleno ose Ylberi, kemi Gabiano që është Pulbardha e tjerë, pra janë disa, ka edhe si logjike ka funksionojnë. Edhe kemi në fund Nido ku supozohet që ata që janë të vetë mjaftueshëm edhe kanë një lloj autonomie të dalin në një jetë normale, po themi, dhe kemi raste të tilla kur kanë dalë në jetë normale, kanë krijuar familje dhe është një, po themi, pjesë e suksesit tonë si shoqat. Të gjitha këto janë kategori të ndryshme që trajtohen në mënyra të ndryshme. Patjetër, për shembull kemi te Soli, siç e përmend mos e dielli, aty janë Down, pra kemi 5 personat banorëve janë me sindromin Down, edhe aty kanë një qasje dhe duhet të një shërbim krejt të veçantë nga të tjerët. Kurse në shtëpi të tjera, për shembull kemi Arka, janë vajza që punojnë. Ato janë pothuajse të vetë mjaftueshme, por gjithmonë braktisuna, jetime, me probleme, herë trana menore. Por në këtë rast kemi me probleme të lehta menore, ata janë gjendje të punojnë, kështu që si trajtohen ato, sepse nuk është thjesht të japësh një racion ushqimi, edhe një shtëpi për të mbështetur kokën në jastekun e gjumit. Unë mendoj se nga ashtu që aktivitetet që ju kam ndjekur, ata kanë një trajtim shumë më të gjanë, qoftë mjekësor, qoftë social, qoftë psikologjik. Drejt. Të bëhet çdo vit në fillim vitit bëhet një program, një vjeçar, i cili miratohet dhe votohet një farë mënyrë, që ka të bëjnë me integrimin, po themi, kulturor, artistik, social nëpërmjet punës. Pra janë disa strategji që ne i përdorim, disa programe që ne i ndjekim dhe i realizojmë gjatë vitit, me qëllim që ne të arrijmë të integrojmë sa më mirë nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme social-kulturore. Unë kam shumë përqef artin, edhe Suela Noja, psikologja, po ashtu sepse është një nga punojësit apo specialistët si psikologe që është tepër afër, ashtu si edhe punojësit e tjerë. Kemi pasur edhe Norën këtu. Nora, punojëse sociale, edhe të tjerë i përshëndesim të gjithë. Besoj se është një personel i specializuar. Shumë mirë, janë të përgatitur. Mirela që ka dalë në pension, Mirela Koçi, po e përshëndesim. I kam pasur edhe në studio sepse ata kanë transmetuar ndjenjat më të afërta njerëzore, duke shpërndar mesazhe të bukura kundër stigmës, dhe në fakt opinioni ka lëvizur shumë në përkrahje. Në Shkodër po shumë. Janë disa që kanë punuar dhe nuk punojnë, janë pensionista, por që kanë pas një sepse ka diçka, aty nuk është thjesht një vend punët. Nëse ti e konsideron vend punët për me marrë një rrogë, je në vendin e gabuar. Aty duhet në radhë parë të njësh të problematik, të pranosh, të dush, ata të kuptojnë në distancë sa i donë dhe sa e sinqerit je me ta, dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse ata kanë pas një eksperiencë gjatë, nështë edhe keq trajtimit edhe kudion edhe tjetërsimit edhe braktisjet, dhe nga vetë natyra dhe nga vetë background-i tyne, ata arrin me të kuptu se sa je i vërtet me ta. 65 persona, 65 janë shumë, janë në projekti më i madh në Shqipëri, i këtij lloji më i madh. Pra kemi edhe tjerë projekte, po kjo është më e madhe. Po nga kush mbështetet? Ne kemi mbështetje nga Ministria e Financave, kemi fondet të pakushtëzuar që kalojnë në Bashkinë Shkodër në Këshillin Bashkiak dhe votohen, pra vetëm për stafin edukativ që janë 26 persona plus administratorin që jam unë. Pjesa tjetër duhet gjendet
kanë ato pensionet e vogla 100.000 lekë të vjetra, që janë minimale, por që përdoren për nevojat e tyre, i pjesëmerret në llogarinë e tyre për çdo rast. Ne kemi donatorë të huaj. Italia është në krye të listës. Edhe në Itali në krye të listës është Forli. Është një fondacion, cilin e përshëndesim, ata janë Shkodër sot. Kanë ardhur disa prej tyre në Shkodër, kanë ardhur ndoshta 40 vjet prej tyre në Shkodër. Me festu të vjetorë, edhe ata meritojnë që të trajtohen me respekt dhe dinjitet, sepse ata janë donatorë kryesorë tonë. Me çdo gjë që ne kemi, me ushqime, me veshmathje, me elektroshtëpiake, me kampin e Velipojës, është kontributi i tyre i jashtëzakonshëm. Respekt, përshëndetje për zemër. Kemi presidentin, kemi Daviden, kemi Dinon, kemi Pinon, janë shumë bashkëpunëtorë tonë të vjetër. Keni kriju besim se e gjithë donacioni shkon drejt për drejt e këto njerëz, prandaj. Unë e kam marrë në vitin 2000, normale, 2012, unë kisha një eksperiencë gjatë me shoqata, po ne me drejtësi dhe paqe me vite. Edhe kur vdesi Silvana, mu me zgjollën si drejtuesi i shoqatës, kisha probleme sepse nuk kam një eksperiencë. As familjare, as personale, as profesionale, sepse unë kam studiuar juridik dhe nuk lidhet çështje sociale. Por edhe pata një fije frikë, jo vetëm mënyrën e menaxhimit, por edhe këtë qasjen e donatorëve dhe bashkëpunimin me ta, sepse ne nuk kemi treguar gjithmonë, po themi transparencë për sa i takon përdorimet të fondeve dhe ndihmave të mbështetjeve, nuk ne shqiptarët. Nuk është se bajnë vetëm shqiptarët për hir të vërtetës. Kudo ndodh, janë ndihma, janë të faluna, shpërdoren, por unë kam pasur gjithmonë kujdes këtë pjesë. Sepse duhet të jesh i besueshëm, duhet të jesh i sinqert, duhet ta çosh amanetin deri në fund dhe ky është një amanet që vjen nga të hujt. Pra, janë ushqime, janë veshmathje, janë ilaçe që vinë për ta dhe do t'i shojnë aty. Trajtimi mjekësor është një aspekt shumë i rëndësishëm i tyre. Pjesa ndoshta më e rëndësishme, përveç integrimit të kujtën aktiviteteve social-kulturore, siç thash, ana shëndetësore është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe ne kemi si realizohet? Kemi investuar shumë këtë. Ne kemi një neuropsikiatre, Kaldet Hoxha, cilën e përshëndesim shumë. Doktoresh, përshëndetje. Doktoresha shumë e mirë, jashtëzakonshme. Kemi 30 vite që bashkëpunojmë me të. Ajo ka një eksperiencë gjatë dhe ka metoda shumë mira, megjithëse ka një moshë relativisht, po themi, normale sepse është në pension. Por ajo është informuar hermas edhe është azhurnuar, do thosha, dhe metodat e saj për trajtimin e tyre janë bashkëkohore, edhe janë shumë mira, pa shumë ilaçe, pa shumë trajtime mjekësore, dhe na ka shërbyer shumë. Po ashtu kemi mjekun e familjes, kemi spitalin, kemi një bashkëpunim shumë mirë me spitalin Regional Shkodër. Na trajtojnë, na respektojnë, na mbështesin. Kemi bën ndërhyjje, trajtime, gjithmonë jemi mirë prit, kemi një lloj bashkëpunimi edhe kur kemi në rast që mund të ndihmojmë nga materiali që na vjen nga jashtë. Por është jashtëzakonisht mirë. Me çdo institucion shëndetësor Shkodër kemi marrëdhënie shumë mira dhe e njën problematikën që kanë të jetëreja dhe janë shumë, po themi, human dhe miqësor me ta. Kjo gjë na ka ndihmuar shumë sepse nëse do të ishte me pagesë, do të kishim pas shumë kosto dhe nuk kishim kanë gjendje për mi përballu, sepse nuk kemi. Kështu që kemi pa gjithmonë marrëdhënie drejt për drejta, sinqerta, pa interes, pa kërku pagesa, pa asgjë. Kështu që ne do t'i pa zbulej një surprizë sot për spitalin Regional, do t'ja napim një dekorat drejtorit nesër, jo sot, kështu që një vlerësim të veçantë, sepse e meritojnë gjithë mjek, gjithë infermiera, gjithë specialistat, kirurgë, gjithë na kanë qenë afër, na kanë ndihmuar, na kanë mbështet, pa interes, kurse na kanë pa xhepat e durt. I kena janë trajtuar mirë dhe kanë i bashkëpunim jashtëzakonshëm. Duhet t'ju pyes drejt për së drejti për histori jo personale, po histori që lidhen me atë profil apo me atë portret të një personi që ka kaluar shumë vite. Ka prej tyre që janë prej 30 vitesh aty. Po kemi disa. Që në fillim, sepse para ishte shtëpia Shpresa, Speranca, nga mori emrin edhe shoqata. Pra aty kemi disa që pra kemi, kjo shtëpi është themeluar në vitin 95. Fiks në atë vit kur është themeluar shoqata, dhe janë disa për shembull Skënderi. Skënderi është nga Kosova, ajo është që në 95 në po Arditja, po shumë tjerë. Pra kemi pjesë në 70 për tyre që janë që në atë kohë. Pra janë të vjetër sa projekte. Si ka qenë ecuria e tyre, sepse ajo Shpresa mu më ngacmon, jo vetëm mua, po keni gjetur tamam. Është interesant. Po të mos jetë Shpresa, asnjëherë
njeri, i madh, i vogël, funksionar, njeri thjesht, me profesione nga më të ndryshmet, do të kenë shpresën. Shpresa, nëse kemi parasysh profilin me shoqatës, duket më tingon pak si absurd në kuptimin e shpresa për çfarë, shpresa për të ardhmen, shpresa për Shqipërinë. Por ne kemi lidhur me një element tjetër, pra ne kemi shpresë se gjërat do të përmirësohen. Po. Shpresë për jetën. Shpresë për jetën, shpresë për integrimin, shpresë për një gjendje më të mirë shpirtërore, shëndetësore, morale. Dhe ne kemi si një yll drejt cilit synojmë. Pra shpresa, pra ne shkojmë për ditë kemi shpresë, për ditë përpiqemi që të përmirësojmë kushtet. Sepse ka shumë sfida. Shumë mëdha, sfidat me të janë shumë mëdha. Ata po rriten edhe po plaken, problematikat rriten, shneti përkeqësohet, kushtet ekonomiko jetësore janë ato si janë. Shteti për hir të vërtetës nuk është se ka investu fuqishëm te kjo kategori. Unë jam kritik ndaj kësaj pjese. Pra nëse kemi një pension 100.000 lekë vjetër në muaj për një person me probleme në ora fizike, që pretendojmë ne që të kemi kushte. Pra ne, po të mos ishin donatorët, ne do të kishim dështu keqase. Por donatorët na kanë mbështetur, na kanë ndihmuar, sepse po them edhe një herë, këta dojnë dinjitet, dojnë që të jetojnë mirë, nuk është se unë synej të paraja, të kodion të fundit, por që të jemi dinjitoz, ne s'po kërkojmë rroga më të mëdha. Ne po kërkojmë kushte më të mira për ta, edhe kushtet nuk vinë vetë ju. Duhet mirëmbajtje, duhet ndërtesa, duhet kampi, janë shpenzimet mëdha. Ky projekt kushton rreth 700.000 euro në vit, prej cilave më pak se 50% vinë nga fonde shtetërore. Po. Gjithë pjesa tjetër sigurisht nëpërmjet donatorëve që argja shumë, po themi delikate, pra nëll që donatori një moment caktuar mas 30 vitesh thot, unë nuk mund të ju mbështes më, edhe ka null. Shumë donatorë janë largu për arsye se kanë ardhur të tjerë. Kanë ardhur të tjerë, por ata largohen, janë, po themi janë nuk janë garantuar donatorët. Asnjëherë. Megjithatë, dashuria për kujdesi dhe ajo marrëdhënie njerëzore që ekziston brenda atij projekti është emnusi i përbashkët që i lidh njerëzit, specialistë, të cilët kanë profile të ndryshme, kanë pozicione të ndryshme aty dhe janë gjithmonë në shërbim të tyre. Aty puna bëhet nga stafi, siç thash, ja vetëm stafi ekzekutiv, po sidomos edukativ. Pra janë 26 kujdestarë social, cilët punojnë çdo ditë me ta dhe janë punë jashtëzakonshme. Nuk është vetëm si shtat jo një ushqim apo larja rropa apo trajtimi i tyre fizik. Aty duhet të integrim, sepse duhet të trajtosh, duhet të kujdesesh për ta si për fëmijët tuaj. Kemi disa që janë shkollë, duhet bëjnë detyrat, kemi disa që janë punë, duhet të përgatitësh ushqimin, vaktin, tjerë veshmathi, hekurosje tjerë, pra është një punë jashtëzakonisht komplekse. Dhe nëse ti nuk mund ta bësh si thash, ata bëjnë jashtëzakonisht mirë, dhe bëjnë tash 30 vjet disa. Kemi disa që janë në fillim. Albina për shembull, Diana, janë disa zoja që janë në fillim. Dhe ato tashmë kanë kthy shtëpinë e tyre dytë projekti Shpresa. Sepse bëjnë shumicën e kohës se bëjnë aty 8 orë janë shumë. 8 orë ditën dhe natën, jo vetëm ditën, Dhe këta kanë problemet e tyre, shpeshherë kanë reagimet e tyre të situatës psikologjike, shëndetësore. Edhe ti duhet të menaxhosh, duhet të dish se si unë urrej ullunën, përgjithësi. Unë urrej ullunën dhe i kam thënë, në asnjë rast këta nuk duhet me përdor asnjë lloj ullune, qoftë fizike, qoftë verbale. Pra na do të trajtojmë ata si fëmijët tonë, edhe më mirë se fëmijët tonë, në mënyrë njerëzore, sepse ata janë dhunu. Shumë prej tyre janë dhunu, kështu që nuk do të kthehemi ato. Ka shumë aktivitete, ka shumë pjesëmarrje, madje ata janë disa prej tyre janë edhe në bandën frymore të Vlodor, kanë marrë pjesë në aktivitete, disa prej tyre janë personazhe të qytetit. I njohin disa, i respektojnë shumë, edhe i mbështesin. Mund t'i përsërisim prapë disa prej fotove që i kemi marrë nga punimet e tyre. Kjo posteri është shumë i bukur, e ka realizuar Leo. Është një poster për një aktivitet, është një bashkëpunim me Fondacion Credins,
kemi një bashkëpunim me ta për kopshtarin, për pirografin, arti, puna, janë pjesë e projektit Shpresa. Motivimi I ditës është diçka interesante për ecurinë e jetës në projektin Shpresa, apo jo? Po tjetër. Duke pa se vetëm për të gjetur ato pika ku ata e kanë të ndriçuar, mund t'i motivosh dhe t'i japësh në kënaqësi. Po patjetër. Edhe besim tek vetja. Kërkojmë zbulojmë edhe talente, shikoni janë punime shumë bukura. Unë merrem me pikturë pak edhe diçka kam veshin e thym ose synin. Po janë shumë bukura, janë krijimtari me të vërtetë interesante, sepse Zoti këta i ka pajisur me disa cilësi që ne të tjerë nuk e kemi. Pra artin e kanë shumë për qejf, kanë muzikën e kanë shumë qejf. Përfshihen shumë, nuk kanë nevojë urna kodion. Ata janë vetë të gatshëm që të krijojnë diçka të bëjnë. Kemi një ekspozitë nesër. Kemi një ekspozitë hapet 30 vjetori me një ekspozitë pikture, pirografi edhe pikturë. Pra ne kemi menduar ashtu të hapim në mënyrë më të mirë të mundshme me një ekspozitë, me një produkt artistik. Sepse në fundit ajo pjesa e artit dhe pjesa shpirtërore, ne them gjithmonë, rruga më e shkurt që lidh zemrën me mendjen është arti. Më pëlqen shumë edhe e përdorim sepse ndihmon të integrohesh, të bën më njerëzor, të bën më të butë. Kështu që ne kemi vendosur që ta hapim. Mrekullueshme. Si po përjetojnë? Shumë gëzum, ne kemi dhënë janë shumë miqësor. Unë në një vizitë të fundit me të vërtetë mbeta shumë e emocionuar nga mikpritja. Janë shumë dashur, janë shumë të afrueshëm. Në shtëpinë e tyre. Po e kuptojnë ata se po shkojnë për ta, po shkojnë për ta dhe e mirëpresin vizitën. Bile hellën qafë shpesh herë ka njerëz që nuk e kuptojnë këtë doja dhe distancohen, por fakti është ata kanë me shumë dashuri, kanë me shumë respekt, edhe sinqeritet, edhe duhet t'i trajtojmë në mënyrë të tillë. E vërtetë. Nuk I kemi nesër në aktivitet sepse do të ishte shumë e madhe salla për me I prit gjithë, po do të jenë mas nesër në kampin e Velipojës. Ne kemi parashikuar festa vërtet do të jetë në kampin e Velipojës. Aty do të ambienti I madh, aty do të ketë muzikë, aty do të ketë ushqime, do të ketë gjithçka. Kurse këtu në Shkodër maj, po themi, kufizum në pjesëmarrje. Oficiale, zyrtare, me fjalime, me kështu, është pak boring si thënë datë po është duhet edhe për të tërhequr atë vëmendjen dhe për të shpërndar mesazhe. Kemi disa se thash tituj që do të shpërndajmë. Qarku na ka premtuar se do të napin diçka për donatorët tanë, vlerësime. Ne vetë si shoqat kemi disa vlerësime për disa personalitete dhe institucione. Pra janë si të thotë pjesa formale. Dy gjëra që kam dëshirë me theksu janë pushimet e tyne. Dhe kjo është reale, është kampi në Velipoj, por edhe një fakt kur në një nga emisionit e shkume keni qenë me një kolegën punojësen tuaj këtu, Nora, fakti që një punojëse sociale kërkon për të integru dhe për gjetë një vend pune, natyrisht për ata që munden, dhe entuziazmi kur thuhet e gjeta një vend pune. Ka raste të tilla. Ka në mendje ky moment, sepse është moment njerëzor, shumë I bukur. Shumë Nora është bën një punë shkëlqyeshme, si thash Nora, Suela, gjithashtu është një specialiste grup shumë I mirë. Unë I përshëndes të gjithë punonjësit tuaj, po këto kam arritur. Nora ka një rol të rëndësishëm përveç komisionimeve, edhe pjesë tjetër të shoqatës ku janë pjesa dokumentare të tjera, ka këtë rolin e punësimit të tyre dhe ka shumë me motivuar, me përkushtuar. Punësimi, për ata që janë të mundur. Po patjetër. A respektohet ligji? Ja, janë nivele që duhet, sepse ka një ligj që thotë në çdo 25 punonjës një do të jetë me I tillë, ose do të paguhet një kuotë shteti që kalon po ashtu si shërbim, si fond social për ta. Po Nora bën punë shumë madhe, ne kemi pasur si një piksynim, domethënë si një, po themi si një vizion tonin për të ardhmen që ne ti punsojmë ta. Pra, integrimi tyne arrit në atë nivel sa që këta janë tafë për punë dhe na duket arritje shumë e madhe. Po ja, pra kjo është shpresa. Arritje shumë e madhe, kjo është shpresa. Pra, sepse ne dim gjithë benefitet e punës, dinjitet, ku dion pak e të ardhurna, mëson një profesion, je aty të vendi punës, njeh ke marrëdhënie shoqërore me
Këtë ka rrit Nora në bashkëpunim me zyrën e punë, se zyra e punës shumë e mirë, shumë bashkëpunuese, Rozafa shumë e mirë na ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë, edhe punonjësit e tjerë edhe kolegët e saj, jemi gjetë shumë ngrohtë dhe shumë mirë me ta. Na i presin mirë, i trajtojnë mirë, janë shumë njerëzor, janë shumë vlerësues. Edhe ne kemi 15 persona që punojnë, 15 persona, edhe jo pak. Nga 65 që janë kategori nga më të ndryshme. Ka disa që nuk mund të punojnë, është dihet ajo. Kuptohet, sepse të arrish të integrosh edhe të punon me një kohë të caktuar. Kohë pak caktuar, nuk është e rëndësishme, nuk është e rëndësishme është integrimi, motivimi i ditës. Shkojnë te nërmarrja atje edhe nërmarrjet në shkollë, disa nërmarrje private, zoti përmendni se mund të harrojnë një, por në përgjithësi janë shumë mikprit, shumë i kanë trajtuar mirë. Jashtëzakonisht vlerësues, i kanë trajtuar mirë, i kanë respektuar, kanë komunikim shumë mirë me ne. Si e bëjnë punën? Shumë mirë. Ka që bëjnë shumë mirë, ka që bëjnë, po themi më pak mirë. Me ata mundësit, po shumë mirë. Pra kur flasim për ndërmarrje private, askush t'man për mëshirë, sepse në fund vjen edhe para aty. Por siç duket tani edhe dobishëm punojnë mirë, kanë Suzanadën, për shembull Esmeralda Vogël, Gjurgja Vogël, punojnë jashtëzakonisht mirë. Kemi për shembull do të përmendni Sander Liçajzën. Kemi Leon që është Sander disa vite punon mirë, Sander trajton mirë me gjithë bashkëpunëtorët. Pra kemi në Shkodra ka këtë cilësi. Janë njerëzor. Mirë dhe na bën krenar, me të vërtetë. Unë jam shumë mirë. Edhe i takojnë rrugës, i respektojnë, ku në kafe, ku i dorën kry. Janë gjëra që vijnë nga një qytet me tradita dhe me kulturë. Unë jam shumë mirë, do të them drejtën. Është gjë jashtëzakonshme. Keni krijuar dhe mbani gjallë si qendër sociale, po e them, njerëz të motivuar, por që shpërndajnë edhe shumë një qasje njerëzore. Keni provu ti dokumentoni disa nga historitë e tyre? Jo sa duhet, Ne pat me bën një publikim në rast 20 vjetorit të shoqatës 2015. Ne pat me bën një publikim me historitë e tyre që shpërndame, më edhe menuame sepse janë konfidenciale, por aty pat me hell diçka idena kur ardhen çfarë probleme, çfarë trajtime, çfarë trajnimesh, sepse kanë trajnime profesionale këta kanë për punë, për arte, për çdo shka. Por një libër, si thoni, një publikim, një material me historitë e tyre se kemi realizuar dhe duket një ide shumë e bukur. Ndoshta sepse ky është një aset i vyer human për të gjithë ata që duan të prekin ata telat e zemrës, si thonë, edhe të kenë një opinion gjithmonë mbështetës për njerëz të tillë, të cilët fati i ka sjell. Askush nuk don që të mbështetet mbi paterica. Normalisht. Përkundrazi, të gjithë duan që të ecin dhe të vrapojnë në rrugët e tyre, por vetëm një mirëkuptim dhe mbështetje bën që këto njerëz të trajtohen si njerëz. Pat me një intervistë shumë mirë dje, mos gaboj me Monser Peragjine, Giovanni Peragjine, dhe i tha gjë shumë bukur që unë e kam thënë, e kam nënvizu. Kjo është një lloj pasqyre të jona, pra mënyra se si ne trajtojmë ne këtë lloj kategorie, sepse ata nuk dojnë të jenë tillë, ju e dini, edhe do të jenë, do të kemi gjithmonë do të kemi të tillë, sepse Zoti e ka mënuar kështu. Por ai ndoshta do të jenë, nuk jam i sigurt, por edhe një provë për ndërgjegjet tona, për karakterin ton, për humanizmin ton, pra ne vënë rrugën ton me një qëllim saktum, sepse Zoti nuk bën gabime. Unë mendoj se edhe na testojnë një farë mënyrë se sa ne jemi njerëzor, sa ne jemi të gatshëm me ndihmua tjetrin që ka nevojë për ne. Pra shkolla, si fëmijët tuaj do të ndihmosh aty, unë shpesh e bëj këtë krahasim edhe them Shkodra e përsëris e ka këtë qasje, ja ka falë Zoti, i don, i respekton. Përpara kemi pas probleme, stigma, i kanë izolu, i kanë shef për arsye të ndryshme, por sot Shkodra është në krye të vendit për këtë dhe i trajton shumë mirë, edhe familjarët. Ka shumë familje që i kanë. Unë beli kam thënë një gjë, nuk e kam thënë thjesht për me i ngushëllu, por e një vërtet. Nëse ju keni një person tillë, do thotë se Zoti ju ka vlerësuar dhe ka besuar tek ju. Pra ajo ka lënë ju sepse ai beson se ju do të trajtoni me dinjitetin dhe me kujdesin e nevojshëm. Pra s'më ka lënë mua se thotë Luigi nuk është në gjendje me trajtu një person tillë. Po më ka vu te kjo shoqata
Kështu që Po thënë këtë mund ta bëjmë, kjo por është një marrëdhënie e bukur, njerëzore, sfiduese, premtuese, shpresdhënëse, mbi të gjitha për ta mëj në thellësi të shpirtit fjalën njeri. Unë ju falenderoj për gjithë çfarë thatë, për informacionin, për ndjeshmërinë, për sfidat, për punën, për ecurinë e deritanishme, por edhe për hapat që ju mendoni të hidhni në vazhdimsi për të realizuar gjithmonë më të mirën për këto persona që kanë shumë nevojë, që duam apo s'duam ekzistojnë, që janë në gjendje të veçanta, por që asnjëherë nuk duhen stigmatizu, përkundrazi duhen mirë kuptu. Du t'ju falenderoj shumë dhe ju uroj shumë emocione, vlerësime, atmosferë të bukur në 30 vjetorin në shoqatës projekti Shpresa, tek punojësit, por edhe tek pjesëtarët e kësaj shtëpie të madhe e cila i mbron edhe i trajton me shumë dashuri këto persona. Shumë faleminderit, ju jeni gjithmonë shumë e mirë me ne dhe me ta. Keni ardhur në aktivitetet tona, jemi njerëz shumë mirë, jeni njëri me zemër të madhe dhe ju falenderojmë vërtet. Përveç faktit që jeni gazetar shumë e mirë, keni edhe këtë anën humane që ne vlerësoj shumë. Çdo njeri duhet ta ketë një cilësi të tillë, edhe besoj se ka shumë njerëz. Po ka pa diskutim që ka. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë ju, kënaqësi. Mbarësi dhe sukses. Faleminderit.